Të shtunën, opinioni publik u trëndet nga vdekja parakohshme e Mentor Palokajt, që njihet si vëllai i reperit ikonik Unikatil. Teoritë ndryshme konspirative u ngritën mbi vdekjen e mentorit në moshën 41 vjeçare. Reagimi Unikatilit erdhi pak më vonë, ndërsa përmes një postimi ai dedikoi fjalët më të mira të vëllait që i vdiq. Përmes të njëjtit postim, Unikatil njoftoi edhe të dhënat e ceremonisë së lamtumirës së fundit për mentorin që do të mbajë më 6 mars. Ekipi i prive fillimisht arriti në lokacionin ku ishte njoftuar e pamja, gjithmonë duke respektuar dëshirën e familjes për të pasur privatësi. Ora 13 po afrohej, edhe bashkë me qindra miq, bashkëpunëtor e familjar të ndjerit, u nisëm drejt varrezave të kishës së Gjurakocit. Turmë e madhe njerëzve që kishin ardhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ky ishte një nga ato rastet kur heshtja flet më shumë se sa fjalët. Dikush përmbante lotët, e të tjerë kishin të pamundur një gjë të tillë. Teksa dhimbja për vdekjen e beft dhe të papritur kishte pllakosur oborrin e kishës. Fytyrat publike nuk munguan në ceremoni, meq e koleg të moqëm të mentorit e Viktorit. Lista përfshinte emra si Mozik Egetinjo, MC Kresha Eluni, Goldie G, Don Phenom me klikën e tij, Blero e Skivi Undercover. Pasi u mblodhën të gjithë, arriti edhe trupi i pajetit të ndjerit, i cili u përcoll në ritualet krishtere. Plot për zemërsi, pjesëmarrjen tonë të bërë jo nga fjalët e rrethana. Sot jetojmë në kohën e medias. Në kohën ku shumë shpejt edhe shumë lehtë mund të merren informatat për çdo gjë. E shumë shpejt e shumë lehtë njëjtat informata mund të manipulohen. Këto ditë pothuajse gjithë kemi lexuar edhe për vdekjen e mentorit. E ndokush në bazë të atyre lajmeve që ka lexuar mund të mendoj se mentori nuk e ka dashur jetën. Por ja këtu, para ti e para jush, mund të them me plot bindje. Mentori e ka dashur jetën, ndoshta edhe më shumë se ne. Mentori e ka dashur jetën dhe na fton që ta duam edhe ne përkundër përballjeve tona të përditshme, përkundër sfidave, vujtjeve, dhimbjeve e çdo gjë tjetër që mund të provojmë të kalojmë. Ta duam jetën e të mos dorëzohemi. Të mos dëshpërohemi sepse siç na thot Krishti, unë e munda botën. Vite pa e parë, ata që ishin aty patën rastin që nga afër të dëgjojnë një fjalim të Unikatilit. Siç e do zakoni katolik, reperi shpalosi një nga kujtimet më të vëllait, i cili ishte më i vogël në moshë. Ky kujtim preku zemrat e të pranishmëve dhe bëri që në këtë ditë të dhimbshme të buzëqeshnin sadopak. Spari faleminderit që keni ardhur tonve, e di që tonë keni dashur mentorin, qa me thonë për ta ka shumë gjona që kisha mujt me thonë të ditën me i majtë tu, po nisna për një senit që i kënë akon vëgjëli, për shemë, mentori e konë një farë sherri, edhe një më konë sherë, po pak ma i vëgjël se haj, edhe të ashti bëjke sherë kështu ma shpesh, e konë një moment njerë që une po ta bo diçka, e baba em në ndëshkoj ke një farë mënyre, po edhe pëse nuk u konë i dhëmë shumë, edhe ka pas ndodhë një rast kur e pa të bohënë një shërë dhe mentori maj vogël se one, baba e fajtsoj ato. Edhe maj men, aje hangër në dëshkimin edhe me qinone nuk kalzoj që unë e këmë bo. Qaj e këmë vla jem. Vla jem me siguri plot për juve këtu i ka pas për zemër edhe o gjinda aty për juve. E garantë do një shumë, faleminderit që kini ardhë. Ishallah shina me ta në botën tjetër. Ishallah dhe ju e në shkën parajs e tëna të mirat e faleminderit që kini ardhë. Vla jem, shifshin apët. Njeri trem, i si pa tremur, me siguri këto një e dini këtu, sështë njerëz i kanë orë që është vloj Unikatilit, po kanë orë për mentor Palokën, se o konë pëllëson, o konë ti Palokaj. Edhe
ardhë, vëlla jam pushosh në paqë. Të lutemi. Bëje po të lutemi o Zot me shërtorin tënd të vdekur këtë mëshirë, që të mos marrë për pak të veprave të veta vojtjet, pasi ka dëshiruar ta kryejë vullnesin tënde. Për sikur se këtu e ka bashkuar feja vërtet me turmat e besimtarëve, po ashtu në qiell ta shoqëroj mëshira jote me turmat e engjëjve, nëpër Krishtin Zotin tonë. Amen. Epja o Zot pushimin e pasosur. Epja o Zot pushimin e pasosur. Epja o Zot pushimin e pasosur. Pushoft në pace. Pushoft në pace. Pushoft në pace. Krejt në fund duket se dhimbja e madhe bëri që djali i Unikatilit, Roni, të eskalon të situatën, derisa tentoi të përleshej fizikisht me dikë. Siç merr vesh prive, një fjalë çasti ndezi shpejt gjakrat. Megjithatë, incidenti kaloi pa të lënduar. Në banesën e fundit, mentori do prehet krah 2 prindërve të tij që ndërruan jetë brenda 5 viteve të fundit. Ai iku i ri, siç thot Unikatil për burrat e familjes së tij në një nga tekstet e këngëve, por është e sigurt që i paruar do të mbetet për të gjithë ata që e njohin nga afër ose të paktën përmes muzikës së tij. Mentori u pret në paqe.